Këta e kanë trajtu Kosovën si në konë. Varet që në kuptojmë regjim edhe në Kina, disa pika që në kuptojmë regjim. A ka qenë regjim kone Hashimit, a ka qenë regjim kone ISIS, a është regjim kone Albinit, a dhe pikrasojmë. Pikrasojmë cili ma regjim, cili për një regjim. Pi përshëndet mi kolektorët. Jo regjim kë. Uroj që kolektorët e kësë mos me pas trauma socio-ekonomike, si që kanë pas të ditë. Jo ma bërë. Edhe uroj që të këja me pas performancë. Jo, po, aty e ka pakten trauma socio-ekonomike drenori e ka problemin, jam kuptaj që këtë në regull. Jo, qarë mirë, are te kalojmë këtë moment, po mos e bëni kasmin brez se... Apo mi avon një gjusë rani. Ty s'ku për militantizm, ale. Leti e për Ridvani, po. Sot ka fillu dasmja. Apo, ka fillu fushatat zgjedhore. Në këtë dasme, partit vogarojnë për me qeverisë Kosovën, me që thot slogane, me konceptit e tyne. Dhe shihet qartë që vetë zoti Kurti ka hequr dorë nga retorika fort e akuza ndaj oponentëve. Por, a është ky Kurti real i sodit, apo i djeshëm, apo i pardjeshëm? Që është e për të parë. E rëndësishme është, ky lloj diskursi ka lënë hematome të një konflikti të përmazav sa që vendi nuk arriti me botë qeverinë. Po shkakton grindje, jo vetëm të brendshme, edhe me komunitet ndërkombëtar, po e nxjerr Kosovën nga Terezia. Për çka mund zgjedhjet e 28 nëntorit? 28 dhjetorit. Për një Kosovë të nesme politike, që vendit mos shoh politikanë që grindën në zveti, mos bëjnë trauma, votojnë buxhetin, ta qojnë Kosovën në NATO. Vesh më se apo rritit pyetjen. Dhe...